gjithë pjesa e Bregdetit ka tjetër histori tashmë. Pra gjithë pjesa e Bregdetit ka tjetër vlerë. Kjo për shkak të performancës shumë të mirë të sektorit turizmit, për shkak të largimit, për shkak të shtimit, jo vetëm me tregje me buxhetin 150.000 euro siç ishin ukrainasit, bielorusët, çekët, por shërbimi një tregu i cili është nga Europa perëndimore dhe veriore, por në të njëjtën kohë edhe për shkak të Sazani me një interes të shtuar dhe për te oqeani. Pra realisht ne si Narea jemi në kontakt rregullisht me 2-3 aktor, po themi me 2-3 shoqata si motra në Amerikë, të cilët e kanë futur në fokus Shqipërinë, pse sepse do të ketë një investim amerikan. Do të jetë ndoshta porta hyrëse e Ballkanit, unë nuk jam, ndoshta kam gabim, por nuk di të kemi një aeroport, paktën unë kur u thënë Amerikë shkoj Frankfurt, Vjenë, që shkoj në Amerikë. Nëse fillon vërtet fluturimi Vlorë-New York, ke një port hyrëse në Ballkan. Praktikisht që të lidh Amerikën dhe bën shumë Dhe për ju ka prodhuar një dinamik të re gjithë rajoni? Ka prodhuar një dinamik sidomos për pjesën e Rivierës dhe drejtëri, po themi Vlora dhe në drejtim të Sarandës. Ka zona tjera që ka një interes çtuar, po themi që mbase ne nuk i njohim shumë, flitet zakonisht edhe për shkak korridorit Adriatiko Jan, që duke nisur që nga Lezhë, që janë disa pjesë tale, për të arritur deri në zonën e Fierit Pishporo, ka një interes tek që nga Velipoja, ka interes goxha Velipoja, pastaj pjesa e Shëngjinit, ka goxha interes. Pastaj vim në gjirin e Lalcit, zbresim poshtë, deri në Sarandë. Janë zona që realisht vitet e fundit kanë pasur goxha rritje, goxha interes, dhe sigurisht, siç e tha Renaldo me pjesa e Vlorës e port, në moment që do futet në funksion në aeroporti, realisht do marrë një tjetër dimension, do marrë një tjetër vlerë dhe do ketë goxha zhvillim. Do çmimet sigurisht janë reflektuar, por do ketë vërtet një rritje standardi, nuk është puna çmime, se ndaj gjëra që ne prekim më vëlla janë çmimet. Por ideja duhet të rritet standardi vërtet që t'ia vlej ai çmim, që të vi seriozisht ai klient apo ai turist që të jetë i kënaqur. Për të kaluar se tek pjesa e po themi jo vetëm strehim, por të njëri që është po themi që duhet bëj biznes, po themi pasuri të paluajtshme. Cilat janë ato zona që duhet të kem parasysh nëse do isha një klient potencial i juaj, do të rrokisja në dyrët tuaja, ku do më orientonit, po themi të invertoj në qytet, apo një zonë që është mbase që pritet dalë në Tani, treg? si cila zonë ka mundësi për investim. Gjithmonë varet faza kur futesh në investim. Fazat më të mira, më të preferuar janë fazat fillestare të ndërtimit, që realisht çmimet janë goxha më preferenciale. Mund kemi zona që po zhvillohen me vila, periferi Tiranës, që janë goxha me perspektivë. Pastaj Bregdeti sigurisht që zonat rezidenciale kryesisht janë me goxha perspektivë. Pastaj në Tiranë kemi edhe zonat që kanë ato çmime të çik më ekonomike, siç mund themi pjesa Paskuqanit apo 5 Maj, që gjithmonë janë zona në rritje që do kenë goxha zhvillim. Dhe Pyria, ku do ishte më mirë për mua të investoj nëse do kisha mundësi për të investuar? Në momentin që nuk e ke përshtrimin, do të pyesja produktin që do investosh për çfarë do e përdorësh. A do e përdorësh për datën me qera afatgjate, do e përdorësh për qera ditore, apo do ta rishesës më pas tek të tjerë. Sugjerimi i parë do të bëja kontaktoj një ndërmjetës pasuri paluajtshme të licencuar. Sepse ai do të bëj biznes planin. E ka kontaktuar, e ka përballë. Do të bëj biznes planin. Nëse kemi logon e Nareas, është akoma më mirë, sepse ka garanci të shtuara. Patjetër, shoqata është e kontrolluar. Patjetër, nëse do të flasim për sektorin e Airbnb-s, mendoj që ka shumë mundësi për të investuar në Tiranë dhe në Bregdet. Pra, nëse do të investoni, patjetër të dyja tregjet, po themi, Tirana është diku tek 28% occupancy, Bregdeti du të jetë pak më tepër, Tirana të gjeneron diku tek 9.000 euro në vit, Bregdeti gjeneron 11.000 euro në vit nga sektori i Airbnb-s. Kështu që do të sugjeroj në dyja vendet. Më pas, nëse do të investoni me idem për të zgjedhur momentin, që të kapni një projekt i cili është në zhvillim. Pra një investues i zgjuar unë dua. Një investues i zgjuar personalisht do thosha ka mjaftueshëm projekte në Bregdetin e Shqipërisë. Zona e jugut ka projekte të reja të cilat janë duke u zbuluar aktualisht. Mund të merrni çmime shumë të mira, po themi në momentin që janë projekte në grop dhe pastaj për 3-4 vite ka një kthyeshmëri shumë të mirë. Ose mund të qëndroni edhe pak të prisni dhe të shikoni projekte që do të zbulohen në pjesën e Fier Vlorë, të cilat do të jenë unike, ndoshta mund të prisni pak, dalin ato projekte dhe pastaj të rezervoni aty. Do jenë projekte
të shtrenjta, apo do jenë projekte që mund jenë përballueshme edhe për ata që kanë të ardhura të mesme dhe pak? Unë besoj që sot në Shqipëri, sidomos kur flasim për target grupin e tuajve, ka produkt për të gjitha shtresat. Pra kemi dhe produkte, si se ka zona e Shëngjinit dhe zona e Durrësit 150.000 euro, por ka edhe produkte me vile që mund shkojnë ndoshta edhe 1 milion euro për ata të cilët janë më të pasur që vinë nga Evropa veriore. Praktikisht mendoj që i kanë të gjitha dhe me sa unë i njoh dinamika e tregut të real estate-it, projekte që do dalin i kanë të diferencuara produkte. Ke që nga apartamente, të cilat mund t'i kesh nëse je shqetësi uaj, po themi, apo shqiptar i cili ke disa biznese nga 2.500 euro metri katror, por ke edhe vilat të cilat mund të jenë më tepër.